Historia që do të ndaj sot me ju është 15 vite martes, por fatkeqësisht vetëm 3 ditë lumturi nga kjo martes. Besoj që të gjithë jeni kureshtar të kuptoni se cilat janë ato 3 ditë dhe çfarë po ndodh në fakt në jetën e kësaj vajze. Unë jam Elsa. Kam lindur në një familje të thjeshtë, me shumë sakrifica por me zemër të madhe. Që e vogël mësova të hesht kur më dhimbte. Mësova të shtrëngoj dhëmbët kur jeta më godiste. Mësova të mos ankohem sepse në vendin prej nga vi, gratë nuk qajnë me zë. Ato i mbajnë dhimbjet brënda, si gëlqere që ngurtëson shpirtin. U martova në moshë të re, me shpresën që do të ndërtoja një familje ndryshe nga ajo që kisha parë në për rrugët e lagjës sime. Doja një burr që të më donte, të më respektonte, të më mbështeste në çdo hap. Në fillim ai nuk ishte i keq, por nuk ishte as njeriu që më bëri të ndjesha e sigurt. Ishte i mbyllur, i ftohtë dhe shumë shpejt zbulova anën e tij më të errët, varësinë ndaj alkoolit. Ditët e para ishin të heshtura, por të qeta. Më pas me kalimin e muajve çdo ditë filloi të kthehej në ankth. Kur kthehesha në shtëpi, ai kthehej i dehur, si ti kishte të turbullt edhe gojën plot fyerje. Fillimisht më ofendonte, më poshtronte, më bënte të ndjehesha e pavlerë. Më pas nisi edhe dhuna fizike. Më qëllonte për shkak të gjërave të vogla, sepse kisha haruar t'i nxirrja çorapet nga lavatriçja, sepse nuk i pëlqente çfarë kisha gatuar, sepse e kishte ditën e keqe në punë. Ishte një bish që unë nuk e njihja. Më qëllonte, pastaj qante, më lutej dhe më thoshte nuk do ta bëj më të betohem. Dhe unë budallaqe dhe e trembur i besoja. Ndërkohë unë punoja, pastroja, gatuaja, risja fëmijët, erdhi koha dhe u bëra nën. 3 herë, 3 ëngjëj që janë fryma ime, arsyeja pse ende unë jam gjallë. Por burrit nuk i ndryshoi asnjë gjë. Alkooli u bë pjesë e përditshme e tij. Filloi të shiste edhe gjërat e shtëpisë për të pirë. Unë rija e heshtur, nuk flisja me askënd, nuk kisha miq, nuk kisha familje afër. Jetoja në Greqi, larg gjithçkaje që më jepte ndonjëherë siguri. Me kalimin e viteve, dhuna ndaj fëmijëve filloi të më coptonte shpirtin. Një natë e gjeta djalin tim të madh, vetëm 10 vjeç, të fshehur nën tavolinë duke qarë në heshtje, sepse i ati e kishte goditur me rip. Ai fëmijë më shikonte me një frikë që më hidhte gjaku në tokë. Vajza ime e vogël nuk guxonte të qeshte me të kur babai ishte në shtëpi, sepse një e qeshur mund të shkaktonte një shpërthim nervash. Për të mbajtur fëmijët me bukë, punoja gjithçka në Greqi. Kam pastruar banjo, kam pastruar shkallë, kam fshirë disheme deri në agim. Një ditë u rrëzova nga lodhja në rrugë. Më ndihmoi një grua greke që më tha, pse nuk kujdesesh për veten, moj vajzë? Nuk dija ç'ti përgjigjesha. Si t'i shpjegoja se jeta ime nuk ishte më imja, se unë nuk isha më Elsa, por një hije e saj. Në ato vite nuk kam bler asnjë palë këpucë për veten. Çdo cent shkonte për fëmijët, ndërkohë burri vazhdonte të pinte, të zhdukej për ditë të tëra, të kthehej e të më kërkonte lek, të më kërcënonte, ku nuk sillte asnjë gjë në shtëpi përveç frikës. Vendimin për divorc nuk e mora lehtë. U luta, u përpoqa,
u sëmura nga mendja dhe nga trupi. Por një ditë kur më i vogli nga fëmijët, që ishte vetëm 7 vjeç, më tha: "Mami, babi do më vras." Më ra bota mbi kokë. Atë natë nuk fjeta, i shtrëngova fëmijët forte dhe i thash vetes: "Më mirë pa burr se sa pa jetë." Bëra letrat, i kërkova ndihmë një shoqe shqiptare, ai nuk e priti mirë. Erdhi një natë dhe më tha: "Tije e imja nuk do ikësh e gjallë." Por unë nuk isha më ajo Elsa e friksuar. Isha nëna që kishte vendosur të mbroj fëmijët e saj. E mora vendimin e jetës time me divorc. Tashmë jam vetëm me 3 fëmijë. Ai nuk ndihmon, nuk paguan, nuk pyet, as nuk i telefonon. Por për herë të parë pas shumë vitesh kemi paqe në shtëpi. Bëjmë darka të thjeshta, qeshim bashk, lexojmë, dëgjojmë muzikë. Nuk kemi shumë, por kemi dashuri të pastër pa frikë. Unë ende punoj shumë. Trupi më është lodhur, por shpirti më është zgjuar. Kam nisur të kujdesem për veten, ndonjëherë i lejoj vetes një kafe me një mike. Ndonjëherë qaj fshehur azi, por nuk jam më e thyer. Kam humbur vite, por kam fituar jetë. Nëse ju e dëgjoni këtë rrëfimin tim dhe po përjetoni të njëjtën dhimbje, dua t'ju them, mos heshni, mos prisni që ai të ndryshoj, mos pranoni të jetoni me frikën. Nuk jeni të vetme. Ka jetë për te dhunës, ka dashuri për te frikës, ka shpresë për te heshtjes. Dhe mbi të gjitha jeni nëna, jeni gra, jeni qenie që meritoni paqe. Unë jam Elsa, kam darë jetën time në dhimbje, por tani po e rindërtoj dashurinë për fëmijët e mi, dhe nëse një ditë më thonë: "Mami, ti na shpëtove", do të kem bërë gjën më të rëndësishme në jetën time. E ke bërë gjën më të rëndësishme në jetë, sepse nuk të duan para. Rëndësi ka që ti të jesh e qetë edhe e lumtur me fëmijët e tu.